أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ska dyshim se falëndërime dhe lavdërime të takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatë dhe selama qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë deri në ditën e Kiametit. Allahu Azza wa Jall i dha njeriut një jetë. Dhe në këtë jetë i caktoi disa sprova. Njeriu si i tillë është kriju i dopt. Dhe fjala insani ka disa kuptime. Është kriju njeri mes dëshirës, është kriju mes asaj që e don dhe asaj që e urren. Dhe kjo duhet jetë vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Allahu i caktoi atij një iman, një takvallëk, që nëse shtohet ruhet në këtë dynja, mirë po nëse paksohet, atëherë fillon me ecë rrugën të cilën Allahu Azza wa Jall ndoshta shpesh herë e urren. Dhe për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala i la sprovat që kur robi i tij gabon, kur ai fillon me rëndu veten e tina me diçka, që i rëndohet peshoja pastaj, me diçka që ja rëndon shpinën, e ja ngarkon çantën, e nuk ka mundësi me e marrë gjatë udhëtimit, Allahu i tregoi robërve të tij se ai cilësohet si falës i madh. Edhe cilësohet si pranues i madh i pendimit të robërve. Dhe se ata të cilët po u pendojkan, qenë kanë më të mirë te Allahu subhanahu wa taala. Njëna prej shkaqeve që gaboi Ademi alayhi salam në xhennet ishte që të dalë në pah madhështia e Allahut Azza wa Jall në pjesën e faljes. Se Allahu është falës i madh, se Allahu është mëshirues i madh, se Allahu e pranon pendimin e mëkatarit. Dhe për këta ai i cili fal mas miri është Allahu te baraka wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij i cili gaboi në këtë dynja, atij i cili gjatë jetës së tij na shkelin në përgabime, apo e hidhroi Allahun Azza wa Jall, apo eci foli dhe veproi diçka që e urren Allahu te baraka wa taala, e tregon një hadith. E cili hadith është hadith kudsi. Disa fjalë të tij, disa pjesë të tij janë hadith kudsi. Thot Ibn Rajebi rahimahullahu ta'ala, an Anas ibn Malik, nga Anas ibn Maliku radiyallahu ta'ala anhu, qala, i cili ka thënë, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgju vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, qala Allahu ta'ala, ka thënë Allahu i lartësuar, ja ibn Adam, o biri Ademit, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak. Ti momentin që më lutesh mua dhe shpresa jote e plot është tek unë, të kam fal ty. Ala ma kana minka wala ubali. Të kam fal ty krejt ata që është prej teje, prej gabimeve tua, dhe nuk mendohem fare. Ta kam fal, dhe nuk mendohem fare për pjesën e gabimeve që ti i bone. Nuk mendohem fare për madhësien, apo rëndësien, apo peshën e ranë që e paska gabimit të cilin e ke boti. Nuk shikojnë në atë pjesë hiç, la ubali, thot Allahu Azza wa Jall, as nuk e mendoj fare. Pastaj vazhdon hadithi, ja ibn Adam, o biri Ademit, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani. O biri Ademit, edhe nëse mëkatet e tua e kanë arrit kupën e qiellit, e kanë mbuluar gjithësinë mëkatet e tua,
pastaj më ke kërku falje mu. Shqoje, se si Allahu Azza wa Jall dëshiron me e tregue peshen e istighfarit, kërkimit faljes. Veç krahasoje se si e bën fillimin e mëkateve të robërve dhe një fjalë të vetme në fund. Thot, o biri Ademit, edhe si kur krej gjunohet e tua, ta arrin kupën e qilit, shumë madhështore, shumë diçka e madhe, thumë staghfartani, pastaj më ke kërku falje mu. Sa e thjesht? Thot Allahu Azza wa Jalla ghafartu lak. Ta kam fal ty. Kjo është madhështia e Allahut Azza wa Jalla. Kur i ndëgjon zemra një muslimanit këto fjalë madhështore, të cilat janë fjalë të Allahut Azza wa Jall, pasha Allahun përmallohet për takimin me to. Diçka e madhe e jetës tone, diçka që ndoshta veç ti e din, harame që ndoshta veç ti dhe Allahu Azza wa Jall e din, veprën apo fjalët që janë thonë, dhe me diçka shumë të thjesht, më ke kërku falje mu dhe ta fali krejt komplet, a nuk është kjo një shprehje e madhe e dashurisë, po ashtu, jo vetëm shprehje e madhe e faljes të Allahut Azza wa Jall se një fjalë vetme, po ta pastroj këty komplet të kalumën tane, një fjalë vetme, me të pastru Allahu Azza wa Jall, a nuk është kjo mundësi që të fitojnë të mirët, që të fitojnë ata që janë nis drejt Allahut Azza wa Jall? Vazhdon hadithi hala. Thot jabna Adem, o biri Ademit, kështu thot Allahu Azza wa Jall, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya. Ti edhe nëse nisesh drejt meje, sa është komplet toka, si përfaqja e tokës me gabime. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a. Pastaj më takon mua duke mos më shoqëruar mu asgjë, duke mos i bo shirk Allahut Azza wa Jall, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Edhe unë kam të ardhur ty, dhe pa tjetër që kam të ardhur ty o biri Ademit, sa si përfaqja e tokës me falje. Kjo është dashuria e Allahut subhanahu wa taala, që e ka e përka është u fol që do, është u fol direkt për mëkatarin. Kush e hidhron Allahun ma shumë se sa mëkatari? Para mendoje që Allahut Azza wa Jall i takojnë shembujt më të lartë, sikur dikush ty të rënon me llafën këtë dynja, ta thot llafin matranin ndoshta, që ti kalon komplet kufit e sabrit ton. Wallahi, ku me ditë sa më të kërku falje, te këte hala është e regjistrume ajo se çka të ka thonë tyje. Allahu po thot, jetën tane ta fali, komplet çka ke bën këtë dynjan ta fali, wala ubali. Edhe s'mërzit na hiç. Edhe nuk e mendoj hiç se çka ke bëu ti në veprat e tua, nuk e shikoj peshën e haramit tën fare. Pra, i thot zemrave, mos lini vend për dashuri, në pjesën e dashurisë që e keni në zemra, mos lini vend to për dika tjetër përveç Allahut te bareke ve taala, sepse përfundimi ka më qenë te ai. Ai është më i dashuri për juve. Ai ka më qenë ndihmuesi i atyre të cilët vepruan vepra të mira. Hadithin të cilin e nxjerr Imam Muslimi në Sahihun e tina, prej hadithit Al-Ma'rur ibn Suwaidi, nga Abi Dharr, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, thot Allahu tabaraka wa ta'ala, man taqarraba minni shibra, taqarrabtu minhu dhira'a. Kush afrohet drejt meje pak një pllom, do të afrohem atij një kut, diçka shumë ma shumë se ajo, se Allahu Azza wa Jall asnjëherë nuk shpërblen sa punon robi. Allahu çdo herë shpërblen ma shumë se sa që kërkon apo punon robi. Wa man taqarraba minni dhira'a, taqarrabtu minhu ba'a. E kush afrohet drejt meje një kut, do të i afrohem atij hala ma shumë,
hala ma shumë do t'i afrohem unë. Pastaj thot Allahu azza wa jall, men atani yamshi, kush vjen drejt meje duke ecur, ataytuhu harwala, do t'i shkoj ati duke nxituar. Do t'i shkoj robit tim duke nxituar. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'a, e kush më takon mua me krejt si përfaqen e tokës gabime, la yushriku bi shay'a, duke mos më bo shirk mua kurgja, ortaklëk kurgja, Allah azza wa jall, laqaytuhu bi qurabiha maghfira, do ta takoj robin tem sa e ka si përfaqen toka me maghfirat dhe falje. Transmeton Imam Ahmedi hadithin të cilin e nxjerr në musnedin e tina, thot, dakhaltu ala unasin, hyra tek disa njerëz, faqala, tha njoni prej tyne, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, tha njoni prej tyne, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, walladhi nafsi biyadihi, pasha atë që në dorën e të cilit është shpirti im, law akhta'tum, edhe sikur ju të gaboni, thumma tamla'u khatayakum ma bayna as-sama'i wal ard, pasha Allahun, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jam, sikur ju të gaboni, e pasaj gabimet e juaja ta mbulojnë, ta zojnë tër hapësirën e cila është mes tokës dhe qiellit, thumma astaghfartumullaha, pasaj i kërkoni falje Allah azza wa jall, la ghafara lakum, vetë se kam ja u fal juve. Kjo është falja e Allahut tabaraka wa taala. Në hadithin i cili e solli Anas ibn Maliku, Imam Ibn Rajebi i përmend 3 çështje madhështore në këtë hadith. Çështja e parë madhështore në këtë hadith është duaja ma'a ar-raja, duaja me shpresë, pra me shpresën se Allahu subhanahu wa taala ka më ta pranu duan, për shkak se Allahu azza wa jall wa than Kur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu tha, me urdhres, o ju robër, më lutni mua, do t'ju përgjigjem juve. Pastaj në hadithin e Nu'man ibn Bashirit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili tha, inna ad-du'a huwa al-ibada, se duaja, lutja jote e mirë, është komplet adhurimi. Se në dua e tregon robi dashurien e plot për Allahun tabaraka wa taala. Në dua tregohet mas shumë të dashuria për Allahun azza wa jall. Se sa ti e ki zemrën e lidhur me Allahun azza wa jall, dhe sa mirë din me i thonë fjalë kur ti e lut Zotin tënë. Sa mirë din me i shqiptu ato fjalë, sikur se erdhi në hadithin ku Allahu azza wa jall po i thej ka Gjibrilit, o Gjibril, a je duke ndëgjuar zanin e robit tem? A nuk e ndëgjon, o Gjibril, se sa bukur i thur fjalët kur më lut mua, kur e lut Allahun azza wa jall? O Gjibril, vanoja ati përgjigjen e duas, se krenohet Allahu me zanin e robit, se thot, më kënaqi zani i robit tem. Paramendo, a nuk është kjo se duaja qenë ka komplet adhurimi? Pa dyshim, se po e bëj ka Allahun azza wa jall me u krenu me robin e tina, me një rob i cili ndoshta e ecura e tina, sikur ta dinin njerëzit, nuk kish nejt kërkush me to. Ndoshta fjalë që i fol ai do të ishin gërdit njerëzit prej fjalëve tina. Mirë po, rahmeti dhe dashuria Allah azza wa jall e ka majt ato në këtë dynja. Ama kur po i thej ka çky rob disa lafe, po e gëzojkan Allahun tabaraka wa taala shumë. Kur po i kërkoj ka falja Allah azza wa jall, po e fal ka Allahu me një ran, edhe nuk po ja vanoj ka falën Allahun subhanahu wa taala hiç. Edhe kur po e lut ka Allahun, po ja vanoj ka pak përgjigjen e duajës, vetëm me janë dëgjuar zanin sa më shumë. Allahu azza wa jall me ta ndëgju zanin. Kjo është diçka prej asaj që tu ka dhënë ty në këtë dynja, prej madhështorës. Dhe a nuk të bën kjo që ti kur të bish në sejdë
me falëndëru Allahun azza wa jall se je prej atyre që bojnë sejdë? A nuk bën ty e kjo që ti t'jesh një rob, mirë po rob i më të pasurit, rob i më të dashurit, i më të mëshirshmit, ati i cili edhe pse qenë ke rob, po të bëj ka krenar. Pastaj tha Ibn Rajebi, duaja i ka disa kushte, dhe duhet me i plotsu kushtet për me ta pranu Allahu azza wa jall, wa min a'zami shara'itihi, e prej kushteve më të mëdha të duas është hudurul qalbi, se Allahu shikon zemra, e ti me e pas zemrën çaty, me e pas zemrën në duat e tua. Krejt imani i robit, baza e tina është në zemrë. Krejt imani i robit, baza, palca e imanit është në zemrë. E ta është Allah azza wa jall ku po shikoj ka. E ti kur po i bëjsh dua Allah azza wa jall, do më thonë, po të shikoj ka Allahu në zemrë, e ti me komplet zemrën, po i lutesh Allahu subhanahu wa ta'ala, wa raja'ul ijabati min Allah. Dhe pa tjetër, me e pas shpresën se Allahu azza wa jall ka më ta pranua duan tyje. Ashtu si që erdhi në hadithin e të cilin e nxjerr Imam Tirmidhiu, në hadithin e Abu Hurajras nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku tha pejgamberi alayhis salam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Luteni Allahun azza wa jall, e ju duke qenë të sigurt se Allahu azza wa jall ka më pranu juve duan, fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Se Allah azza wa jall nuk e pranon duajën prej një zemre të shkujdesur, prej një zemre e cila thjesht e ka urdhëruar gjuhën të thot fjalët, mirë po zemra është e përqendruar këtë komplet dikun tjetër. Përderisa është kështu, Allah azza wa jall nuk shikon në zemër dhe as nuk i pranon duat e asaj zemre. Pra, në duat e tua kur e lut Allah azza wa jall, dije se zani yt po më i ka me kënaq Allahun shumë. Mirë po i paska disa kushte për me kënaq Allahun shumë, po dashka me e pas zemrën çaty, me e pas zemrën në fjalë që i thue. Kur lëviz gjuha, me u dridhe dhe zemra prej asaj të cilën ti e përmend me gjuhën tane, e thu me gjuhën tane. Thot Allahu azza wa jall, alam ya'ni lilladhina amanu, a nuk ka ardhur koha për ata të cilët kanë besuar, an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillah, që të dridhen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut azza wa jall. Pra kur e thot gjuha, me u dridh zemra jote me përmendjen të cilën ti je duke e bo. Që është zani me të cilin Allahu azza wa jall po u krenojka para Gjibrilit dhe melekve të tina. Çështja e dytë është el istighfari. Pra, walau adhumat dhunub, edhe nëse të janë shtue gjunahet shumë, edhe nëse gjunahet e tua, si që erdhi në hadith, e kanë arrit kupën e qiellit, apo e kanë zanë hapësirën mes tokës dhe qiellit, apo e kanë mbulu e tokën krejt komplet, Allahu azza wa jall po don me ta majt gjallë shpresën tone, duke thonë se mos e humb shpresën për shkak se një fjalë vetme ta ndryshon komplet jetën. Për shkak se një fjalë vetme ta ndryshon komplet historinë tonë. Një fjalë vetme ti zbardh fletët të cilat i ke nxije me bojën e lapcit, i cili lapc pas ka shënuar në anën e kundërt për tyje. Po e ndryshoj ka anën e fletës, po e ndryshoj ka bojën e lapcit, po e ndryshoj ka dëshmitarin, dhe nuk po shkruaj ka ai i majti, po shkruaj ka ai i djathti, dhe se i majti po e largoj ka fletën krejt komplet. Kjo është ajo të cilën Allahu azza wa jall po don me tregu e ty se jo, nuk është fundi me gjunahet e tua. Po, padyshim, ti dush me pas frikë Allahun azza wa jall dhe me ju rujt gjunaheve sa të mësh. Mirë po pejgamberi alayhis salam na mësoi se kullu ibn Adam khata. Krejt bitë e Ademit, zona në për ty në është gabimtar. Përderisa Ademi alayhis salam paska arrit me e bo një gabim prej gabimeve, e cili ka qenë caktimi Allahut azza wa jall, çka me neve, kur ata Allah azza wa jall e ka krijuar me dorën e tina, me durët e tina. Pra, ti je gabimtar, unë jam gabimtar,
Mirë po shpresa është tek Allahu i cili është shumë falës. Vërtet, që gabimi, sa do i vogël të jetë, nëse e shikon kujt i është bo gabim, mëkati sa do i vogël të jetë, nëse e shikon se kujt i ke bo mëkat, ajo është madhështor, është diçka shumë i rëndë. Mirë po, kur e shikon pjesën se Allahu Azza wa Jall tha se inna rahmeti wasi'at kulla shay, se rahmeti jam ka përfshi gjithçka. Si përfaqja e rahmetit të Allahut Azza wa Jall është shumë më e madhe se sa ajo që na e mendojmë, ajo ta mban shpresën gjallë. Edhe me këta i mbajti robrit që mos t'i devijon shejtani. Shpeshherë kur dikush gabon, kur dikush fillon me hi harameve, fillon me ngarku veten e tina, shejtani e përdor armën kryesore duke i thonë atina se ti s'ki vën mo. Ti ke tepru mo. Ty nuk doj njerëzit mo. Ti s'ke lan vën mo për kur gjë. Ti kështu. Jo. Këto janë arma e shejtanit që mundohet me përdor kundër teje. E ti duhet t'jesh i lidhur me ata i cili ta ka kriju zemrën tyje. E dije se prej adhurimeve më të larta është që ti me ju bind Allahut Azza wa Jall me zemrën tënde në mendimet që e kënaqin Allahun Azza wa Jall dhe në kundërshtimin e mendimeve të shejtanit. E kjo shumë e madhe. Shpeshherë shejtanit bën mendime, cilat mendime janë shumë madhështore, shumë të rana. Mirë po, ajo që ti i kundërshton me mendimet e pastërta dhe dashurinë dhe besimin e pastërt që e kin zemër për Allahun Azza wa Jall, kjo ka me peshojen. Kjo ka me të gjinë tyje para Allahut Azza wa Jall. Andaj, dije se ai i cili të ka kriju tyje e ka ditë që ti ki më kanë gabimtar. Ruju ti. Ruju shumë. Ki e frikë Allahun shumë. Shtoje shumë marrën me Allahun. Mirë po, edhe nëse të ka ndodhë me gabue, mos e humb shpresën asnjëherë. Asnjëherë mos e humb shpresën, sepse Allahu Azza wa Jall kur s'ka ndodhë që dikujt me jam shel një derë dhe mos me i qel derë tjetër. Vetëm se me një derë të cilën e kam shel, ka hap dyrë të mëdhaja shumë, ama bëno i tillë që ti gjesh ato dyrë. Se ndoshta në anën të cilën ti je, nuk janë të udok ato dyrë. Ktheu pak, këshyr pak për rreth, këshyr pak ato të cilën e krijoi Allahu Azza wa Jall. Ato të cilën e krijoi Allahu subhanahu wa taala, këshyr, lip, hulumto pak, se Allahu ti ka hap dyrt. Mirë po, e ka lanë të obligueshme edhe për ty përpjekjen që ti arrish ato. E kush përpjeket, kush mundohet drejt neve, kena me ja udhëzu ati rrugt. Nëse mundohesh drejt asaj që me të falë Allahu Azza wa Jall, ka me të udhëzu Allahu drejt disa fjalëve, drejt disa pikave, drejt disa veprave, që ki me arrit falën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, e rëndësishmja është ti çka je të dashur. Ti çka po don me jetën dhe veprat dhe mendimet e tua. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim." O ju robër, kërkoni falje Allahu subhanahu wa taala, se vërtet Allahu është që fal shumë dhe është shumë i mëshirshëm. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Dhe kërkoni falje Zotit tuaj dhe pëndohuni tek Allahu subhanahu wa taala. Ata që i don Allahu mas shumti, i përmendi në një ajet të shkurtër: wal mustaghfirina bil ashar. Dhe ata të cilët i kërkojnë falje Allahut Azza wa Jall në kohën e sefyrit. Tatajafa junubuhum. Ata qohen prej shtratit tyre. Anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Qohen prej shtratit të tyne dhe fillojnë duke e adhurue, duke i bo dua Zotit të tyre, duke kërku prej Zotit të tyre me frikë dhe shpresë. Me frikën e asaj të cilën e vepruan dhe me shpresën e asaj se Allahu Azza wa Jall ka me jau fal atyne. Pasaj tha: wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata të mirët, ata që e dojnë Allahun Azza wa Jall, e ata në syfër i gjenë duke i kërku falje Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj është përmend një hadith, është përmend një fjalë e Hasenit radiallahu ta'ala anhu,
akthiru min al-istighfari fi buyutikum. Shtoni istighfarin shumë në shtëpitë e juve. Wa ala mawaidikum, kudo që jeni. Shtoni istighfarin shumë. Wa fi turuqikum, edhe në rrugë. Wa fi aswaqikum, edhe nëse dilni në për tregje, edhe në punët e juve. Wa fi majalisikum, edhe nëse jeni në mezhlise, shtoni istighfarin kudo që jeni. Fa innakum ma tadruna mata tanzilu al-maghfira. Për shkak se nuk jeni që e dini kur ka me zbrit maghfireti Allahut azza wajal. Falja Allahut subhanahu wa taala. Pra shtoni istighfarin kudo që jesh. Istighfari është dera e bereqetit. Istighfari është dera e atij i cili don me u kthy te Allahu. Istighfari është dera e fitores të madhe. Istighfari është dera e xhennetit. Kush don me hin xhennet, le të hin derën e istighfarit në këtë dynjë, sepse vallahi ka jetuar në shijet e xhennetit. Ai ka shijuar diçka prej xhennetit. Nëse gjen dikon i cili istighfar bën shumë, dije se ai është shishmuar diçka të cilën Allahu e don shumë. Nuk ja mundson Allahu istighfarin dikujna vetëm se e ka dashur faljen për to. Si ja mundson Allahu istighfarin dikujna vetëm se e ka dashur faljen për to. Si ja mundson Allahu duan me lut ai Allahun vetëm se Allahu e ka përgatit përgjigjen për to. Pra e ka përgatit Allahu azza wajal përgjigjen, pastaj ja ka mundsu atina duajën. Kjo është ajo të cilën e kuptuan sahabët. Omeri tha, nuk brengosëm se ama pranon Allahu azza wajal duan apo jo. Se o çështja e Allahut. Mirë po brengosëm se apo e lut Allahun azza wajal. E pjesë e duas është edhe istighfari, për shkak se istighfari është kërkim i faljes, me ta fal Allahu azza wajal kan mëkatin. Me ta dhënë Allahu azza wajal maghfiretin, faljen. E që kjo falja, dietarët kanë thënë, është mburoja prej sherrit harameve tua dhe është ajo perdja e cila të mbulon tyje. Me ta dhënë Allahu faljen, është mburoja prej sherrit haramit ton. Sherrin harami ka sherre, mëkati ka sherre. Sherrin e sajna kime e pa në këtë dynja, nëse nuk kërkon falje, nëse nuk e kërkon mburojen që me e mbulu ata, dhe mos me pas ndikim të këti, atëherë kemi ja pa sherrin në këtë dynja, edhe kemi ja pa sherrin në akhirat. Kemi ja pa sherrin në këtë dynja, edhe kemi ja pa sherrin në akhirat. Dhe çështja e tretë, e që është çështja më madhështore, që e ka përmend Ibn Rajebi, Allahu e mëshiroft, sebepi i tretë për faljen e robërve. Për më ta falë Allahu azza wajal, e para ke duaja, e dyta ke istighfari, dhe e treta është më e madhja, tauhidi i pastërt. Tauhidi i robit. Njëshmëria e pastërt e robit për Allahun subhanahu wa taala. Huwa as-sababul a'zam. Thot Ibn Rajebi, ajo shkaku më i madh që Allahu azza wajal ja falë robërve të tina. Faman faqadahu faqadar al-maghfirah. Kush e ka humb tauhidin, e ka humb maghfiretin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jal, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk ja fal kërkujt i cili i bën shirk atina. Si ja fal Allahu shirkun askujt. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mirë po, ja fal ata e cila është po shirkut, kujt të don Allahu azza wa jal. Prej harameve, ja fal Allahu azza wa jal kujt të don. Pra haramat janë në dëshirën e Allahut azza wa jal. Nëse don Allahu azza wa jal, ja fal atij. Nëse don Allahu azza wa jal, e dënon. Mirë po, nëse robi i merr sebepet për me ja fal Allahu, i kërkon falje Allahut, e lut Allahun dhe i shkon Allahut me një tauhid të pastërt, ka me ja fal Allahun subhanahu wa ta'ala. Thojnë dietarët, al-muwahhid, njësuesi, ai i cili është e ka tauhidin, thirret muwahhid. Tash ky i cili e ka plotsu tauhidin e tina, la yulqa fi an-nari kama yulqa al-kuffar. Edhe nëse e dënon Allahu subhanahu wa taala për gjunahet e tina, thot nuk ka më u gjun xhehenem sikurse gjuhen jo besimtarët asnjëherë. Wala yalqa fiha ma yalqa al-kuffar.
dhe as nuk ka me shiju në xhehenem ashtu qysh e shijojnë jo besimtarët. Wala yabqa fiha kama yabqa al-kufar, as ka me nejt në xhehenem ashtu qysh nejnë jo besimtarët. Fa in kamula tauhidu al-abdi wa ikhlasuhu lillah, nëse plotsohet tauhidi i robit dhe plotsohet njeti dhe sinceriteti i tina për Allahun Azza wa Jall, wa qama bi shurutihi kulliha, dhe ngritet me tauhidin me kushtet e tina komplet, bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi, me zemrën e tina, me gjuhën e tina dhe me gjymtyrt e tina, au bi qalbihi wa lisanihi inda al-maut, apo me zemrën e tina dhe gjuhën e tina në pragun e vdekjes, aujaba dhalika maghfirah ma salafa min dhunubi kulliha. Obligohet për ta maghfireti Allahut Azza wa Jall i krejt asana që ka kalue, wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliyya. Obligohet i bëhet haram atina xhehenami komplet, pra s'ka me hyje hiç. Nëse robi ngritet me tauhidin e pastërt dhe ngritet me kushtet e tauhidit për nime, me zemrën e tina me qenë rahat zemra tina në tauhid, fjalët e tina me qenë tauhid për nime, veprat, gjymtyrët e tina me punu tauhid për nime, Allahu Azza wa Jall e ka bo kusht që Allahu ka me ja fal këtij personi komplet, para se me vdek, para se me shku te Allahu subhanahu wa taala, ka me ja fal Allahu tabaraka wa taala. Ja Muadh, o Muadh, a e din ti se cila është e drejta e Allahut tek robrit? Ma haqqullahi ala al-ibad? Tha Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe i dërguar i tij e din mas miri. Tha e drejta e Allahut tek robrit është ata me e adhuru Allahun dhe mos t'i bojnë shirk atij kur gjë. Kjo është e drejta e Allahut. Allahu e ka këtë drejt tek ne, dhe kjo është përgjegjësi mbi supët e tona. Dhe kush vepron të kundërtën do të ballafaqohet me xhehenemin dhe hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Pastaj i tha: O Muadh, a din ti cila është e drejta e robërve tek Allahu Azza wa Jall? Edhe Allahu pas ka ngarkuar veten e tij me një të drejtë. E ka obligu veten e tij me një obligim. Tha, nëse robrit e adhurojnë Allahun Azza wa Jall dhe nuk i bojnë shirk Allahut kur gjë, është obligim i Allahut t'i fal ata dhe mos t'i dënoj ata. Kjo është vlera tauhidit. Nëse t'janë lodh vesh tyje, nëse je lodh duke ndëgju tauhidi, ndarja tauhidit, e hyrjen tauhid, e tauhidi kështu, e djetarët kanë folë për tauhidin, dije se komplet jeta jote o tauhid. Nëse bone preke pak diçka në qita, e ke rënu komplet jetën tana. Nëse donë me dit, tauhidi, kur të ndërtohet është sikur se ajo kulla e cila gjdo stub prej stubave, që i preket rënohet komplet kulla. Ky është tauhidi. Mirë po, kur ti jesh brenda asajna, brenda asaj kulle, ti je i sigurt në dynja dhe në ahiret. Pas ka me të nxerë Allahu Azza wa Jall të falt para tina. Pas ka me të falë Allahu në këtë dynja para se me të marrë në ahiret. Dije se ai i cili po shkoj ka te Allahu me gjunahe, ndoshta Allah Azza wa Jall në ahiret ja fal atina, mirë po ka me shku i trishtum, se nuk e din se a ka me u fal, a s'ka me u fal. A do t'i falet ati apo nuk do t'i falet, derisa ti arrin lajmi, ajo është me një stres të madh. Ai galja e tina nuk krahasot me asnjë galje të kësaj dynjaje. Gjitha galjet e dynjas me i marr, me i bo bashk, o nuk peshojnë se sa ajo gale që nefsi, vetja jam, nuk peshojnë. Me këtë fjalë nuk peshojnë. Mirë po ai i cili po u përgatit kanë këtë dynja, po e rujka veten e tina, po i rujka shtyllat e kullës të vet, atëherë Allahu Azza wa Jall, ata i cili ruhet, nuk e poshtron Allahu. Ata i cili e ka rujt rinin e tina, e ka rujt jetën e tina, e ka rujt mundin e tina, forcën e ti, nuk e poshtron Allahu Azza wa Jall. Sa është Allahu koprat, ma qadarullaha haqqa qadri. Ajo që ka devijojnë njerëzit mas shumë të është pjesa
nuk ja kanë dhënë Allahut pozitën që e meriton. Pra jepja Allahut pozitën që e meriton në zemrën tonë. Madhroja Allahun azza xal me gjithçka që ti mundesh dhe kime e pa se Allahu ka më ta rregullu jetën ty në këtë dynja. E gjen disa njerëz, ndoshta janë fukara. Ndoshta sprovat i kanë arrit kulminacionin. Mirë po i gjen ata çdo herë duke u kanë të kënaqur me gjithçka që ju vjen prej Allahut azza xal. E gjen duke qenë të kënaqur. Pse? Se Allahu ka shikuar zemrat e tyre. Kur shikon Allahu në zemrën e një robit, nëse gjen diçka prej sëmundjeve, gjen diçka prej dëmtimeve, e rregullon Allahu subhanahu wa taala. Pra lidhe zemrën me Allahun te bareke ve taala. Abu Muhammad ka qenë njëri prej dietarëve të mëdhej. Ka qenë i verbër, krahët i ka pas të këput, durt edhe kant i ka pas të këputta. E ka pas me vete vetëm një nip, i cili i ka shërby atina për nevoja që ka pas. Vesh një nip, i verbër, pa krah, pa kam. Ai e falenderon të Allahun shumë, i kërkon të falja Allahut shumë. E falenderon të Allahun shumë, i kërkon të falja Allahut subhanahu wa taala shumë. Që kjo është zemra që u lidh me Allahun. Si intereson kur gjë prej kësaj dynjaje. Nuk i bën përshtypje atij a ka dur as ka dur. A ka shikim as ka shikim. A ka kam as ka kam. Se është lidh me një kënaqësi komplet tjetër. Se kënaqësia e kësaj dynjaje e ka shijuar jo zemër se kënaqësia e kësaj dynjaje është diçka që së shpejti do të largohet. O wallahi, edhe nëse je më i bukur i kësaj dynjaje, së shpejti trupi do t'i nënshtrohet dhëut. Edhe nëse je më i bukur i kësaj dynjaje, më i bukur se Jusufi alayhis salam, s'ki mundësi me kanë. As më i bukur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'mundesh me kanë. As më i bukur se Ademi alayhis salam, s'mundesh me kanë. Se Allahu ata me durtë e veta krijoi. Mirë po të gjithë ata janë nënshtruar dhëvit. Janë nënshtruar varrit. Të gjithë janë nën varre tash. Pra dije, lidhe zemrën tonë me Allahun subhanahu wa taala. E kë i tha nipit vet një porosi. Mirë po në kohën ku ishte ai, thuhet se ka qenë në Bagdad. Qenë janë shtu shumë, ka pas qenë shumë rrugëve. Edhe i thot nipit vet, shko krye filan porosien. Ai niset. Mirë po vanohet shumë. S'ka pas kur gjë para shpirtit pos atë nip, i cili i ka ndihmu për nevojat e këtij robi. Edhe ndalet dikush, ai thot, o hoxhi, ai ka qenë dietar i madh ka qenë, ka pas dije shumë ai njeri. I thot atina, thot a kin nëj porosi që të ndihmoj. Thot nëse kishe mujt vesh me këshyrë se ku është nipi jam, nëse kishe mujt vesh me këshyrë se ku është nipi jam, kjo i shkon ndihmesa jote ma e madhe që thot se ja kom dhënë një porosi e u vanu shumë. Thot kur fillova me lyp nipin e tina nuk i shkon shumë largë. Thot e kishin zanë një grup i qenve, thot edhe e kishin shky trupin e tina komplet. Thot qysh me i kallxun mor Allah tina tash. Ai nuk e ka njoft realisht se kush është ky. Edhe i afrohet nga atë. Thot o vllai dashur. Kur është provue Jakubi alayhis salam, çka ka bo? Thot ka bo sabër. Kur është provue Ademi alayhis salam për largimit tina prej xhennetit, çka ka bo? Thot ka bo sabër. Kur është provue filan pejgamberi, e filan pejgamberi, e kur është provue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u dobu prej Mekkës, e kështu me radhë, thot çka ka bo? Thot ka bo sabër. Thot o filan, dije se kur i sprovon Allahu disa robër, ja ka dasht mirën atyne. Edhe dom prej tyne me ndëgjue zanin e tyne kur e lutin Allahun me ja vlargu sprovën, ose kur e përmendin Allahun duke thonë elhamdulillah, ose don me ndëgju Allahu prej tyne istighfarin, se ndoshta është prej veprave tina e ka godit diçka prej sprovave që Allahu me ja fal gjunahet. Thot, bën sabër se nipi yt ja ka dërzuar shpirtin Allahut azza xal. Ky fillon me thonë elhamdulillah, 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 dhe nuk e ndryshoi as pak ritmin e dhikrit tina çka e pat për Allahun azza xal. I tha, e qysh po mundesh me e falendëru Allahun kaq shumë, kurse sa sprovat pas ka godit tyje. Thot, krejta sprovat që më kanë godit mua, nuk janë barabar me mirësien e asaj që Allahu ma ka dhënë një gjuhë me përmend Allahun, edhe një zemër me u lidh me Allahun te bareke ve taala. Ka shikon.
Kjo është zemra e atij i cili është lidh me Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i bën përshtypje kur gjë e kësaj dynjaje. Është ardhur një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Ummi Hana, thot se ka thënë pejgamberi alayhis salam, la ilaha illa Allah la tatruku dhanban wala yasbiquha amal. Fjala la ilaha illa Allah kur thot robi shpesh, thot nuk lën tek robi asnjë haram, asnjë mëkat, dhe nuk ka mundësi me ja kalue vlerët sajna asnjë vepre prej veprave që ka lënë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj në musnedin e Imam Ahmedit nga Shaddad ibn Ausi dhe Ubada ibn Samit, anna nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala, se pejgamberi Allahut tha për sahabët shokët e tina, irfa'u aydiyakum, ngritni durt e juaja përpjet, wa qulu la ilaha illa Allah, dhe thuni la ilaha illa Allah, fa rafa'na aydiyana sa'atan, për një orë dikun, thot i kena ngrit durt përpjet dhe duke i thon Allahut la ilaha illa Allah, si shenjë pendimi për mëkatet të cilat kanë kaluar. Thumma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi dorën e tina. Thumma qala, dhe pasaj tha, alhamdulillah, falënderimi takon Allahun subhanahu wa taala, Allahumma ba'athani, o Zoti jam ka dërguar mua bi hadhihi al-kalima, me këtë fjalë, me fjalën la ilaha illa Allah, wa amartani biha, dhe më ka urdhëruar mua me ta, me fjalën la ilaha illa Allah, wa wa'adtani al-jannata 'alayha, dhe më ka premtuar mua xhennetin tënd për këtë fjalë, wa innaka la tukhlifu al-mi'ad, dhe padyshim që ti asnjëherë nuk e thën premtimin tënd. Edhe u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sahabët dhe ju tha atyna, abshiru fa inna Allaha qad ghafara lakum, përgëzoni se Allahu subhanahu wa taala u ka fal juve. Nëse don me arrit shpërblimin e Allahut azza wa jall, e njëna prej shpërblimeve më të mira është me të falë Allahun këtë dynja. Lutë Allahun me shpresë se Allahu ka më ta pranuar ty duajën dhe me zemër plot në dua tane. Kërkoj falje Allahun subhanahu wa taala natën e ditën e në orët e vona të natës. Kudo që t'jesh, kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala, se nuk e dim na se kur zbret. Falje Allahut te baraka wa taala, dhe për tauhidin tën kujdesu shumë. Kujdesu se çështja më madhështore në këtë dynja, vaxhibi më i madh, farzi më i madh në këtë dynja për ty, për mua dhe për çdo njanin prej robërve është tauhidi, njësoshmëria e Allahut subhanahu wa taala në adhurimet e tina. Mos më i bëu ortak Allahut subhanahu wa taala në adhurimet e tij. Sa dush lutë Allahun nëse në tauhid je kërsh, Allahun na rujt. Lutë Allahun sa dush. Fjalë më të mira thuj. Nëse tauhidi yt nuk ka të bëjë me kërkesën e Allahut subhanahu wa taala, ajo është e kotë. Dhe se dije se ata të cilët nuk janë në tauhid, në tauhidin e Allahut azza wa jall, duat e tyre janë dopta dhe nuk arrin te Allahu te baraka wa taala, edhe nëse vështirësit atyne ja kanë mbulue kupën e qiellit. Edhe nëse belat ju kanë ra atyne, ju kanë ra shkak i asaj se tauhidi i tyne nuk është kërkon hiç. Apo tauhidi i tyne mundet më kanë vetëm fjalë dhe nuk kanë vepra. Pra kujdesu për këtë pjesë, sepse para Allahut azza wa jall do të jetë përgjegjësia për çdo njanin prej neve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.